Zoti Qori, po, e kemi në lidhje. Zoti Qori, ndoshta në ndoqët deri tani? Mirëmbrëma. Po, pjesërisht, po. Pjesërisht, okej. Pra... Pjesërisht, se si familjar ka problemet e veta. Detyrimet pa diskutueshme. Po bisedonim deri në këtë moment me Ermalin, pse i ka ardhur, pse i erdhi kjo ide e gjitha, çfarë mendon për të, dhe pati dhe një replik me Agronin përgjithsisht, që është përfaqësues i punësisë, i cili e refuzon në mënyrë totale. Tani, cili është mendimi juaj për këtë? A mundet ju të uleni në këtë tryezë dhe të, si pas propozimit të zotit Asimi, dhe të bisedoni? E kuptoj pyetjen tuaj. Për mua, edhe ky është edhe qëndrimi i Lëvizjes Bashk, nuk ka shumë rëndësi se kush e merr iniciativën, rëndësi ka përmbajtja e një iniciative. Kjo është një tezë që ka kohë që hidhet, është iniciuar disa herë nga zoti Berisha për bashkimin formal të opozitës, dhe mua më është dashur disa herë ta hedh poshtë këtë ftesë për një varg arsyesh. Arsyeja e parë ka të bëjë një pajtueshmëri të thellë morale midis Lëvizjes Bashk dhe elitës drejtuese të PD-s, duke nisur nga Sali Berisha, për sa i përket raportit ton me korrupsionin. Ne jemi funde krye kundër korrupsionit, edhe mund duket që kështu si vetë lavdërim, por Lëvizja Bashk ka mbështymen përbëhet dhe nga njerëz që janë jo vetëm pa korruptuar, po edhe të pa korruptueshëm. Në këtë kuptim nuk do kishte sens që ne të bashkoheshim në një aksion politik me përfaqësues të partive që jo vetëm njihen botërisht të korruptuar, por janë në këtë moment që flasim, janë të pandehur për korrupsion ose janë në burg për korrupsion. Imagjinoni sa absurde do të ishte që ne të dilnim të gjithë bashkë në një protest, edhe gjysmën e kohës të thoshin free Ilir Meta, free Sali Berisha, edhe në burg e Tirana. Tani këta o duhet shkojnë të gjithë në burg, o duhet të rrinë të gjithë liri. Qëndrimi im është që duhet jenë të gjithë në burg. E nëse unë mendoj që Ilir Meta është mirë aty ku është, unë nuk kam si bashkëpunoj me partinë e Ilir Metës. Nëse unë mendoj që Sali Berisha e ka në vendin në burg, një lloj siç mendon edhe Spaku në akuzat që kanë nxjerr, unë nuk mundet të ndaj të njëjtën platformë, të njëjtin aksion politik me Sali Berishën. Një papajtueshmëri e dytë ka të bëjë me pjesën e dytë dhe shumë pak të folur të atyre që janë përgjegjës për korrupsionin, pa për korruptuesit, për oligarkët. Partitë e tjera politike në Shqipëri ose mendojnë që nuk ka fare oligark, ose mendojnë që i vetmi oligark është Edi Rama, ose tek tuk mund përmendin ndonjë emër oligarku pa përmendur tërë sistemin oligarkik dhe pa i marrë një nga një oligarkët dhe aferat e tyre korruptuese. Po ju zë një shembull. Përpara pak kohësh ne kemi pasi komision parlamentar për koncesionet në shëndetësi dhe në këtë komision parlamentar janë shqyrtuar 2 koncesione dhe nuk janë shqyrtuar 2 koncesione të tjera. Pra, ideja është që tek tuk ndonjëri që s'na jep para mund të konsiderohet pjesërisht oligark, ky është qëndrimi i partive të ndryshme nga Lëvizja Bashk, por ama të tjerët që mund t'u japin para ose u premtojnë para këtyre partive, si në rastin e fjalë Allajbeu apo Karathana në 2 koncesionet që nuk janë shqyrtuar nga Komisioni Parlamentar për koncesionet shëndetësi, me ata e mbajmë mirë. Po ashtu unë mendoj që ne kemi një dallim shumë të thellë dhe strategjik. Sot që flasim, kundërshtia që ka PD-ja me Edi Ramën nuk është kundërshti e plot, nuk është kundërshti strategjike. Ata janë praktikisht bashk duke u përpjekur nën rrogos që të ristrukturojnë institucionet përkeq dhe ligjet themelore të vendit, sepse kanë interesat përbashkët. Edhe Edi Ramës dhe Sali Berishës i intereson shkatrimi i reformës në drejtësi ose të paktën ndryshimi i ligjeve të reformës në drejtësi që do ta bënin më të vështirë për ndjekjen ligjore të rregullt të politikanëve apo njerëzve me pushtet. Ashtu si kundër u intereson nga pikpamja elektorale që sistemi i ardhshëm zgjedhor të jetë 2 partijak dhe jo plotësisht demokratik. Po ashtu në qëndrimet e rëndësishme politike ne kemi një dallim të fortë me Ramën, me Berishën dhe në përgjithësi me partitë e tjera politike në Shqipëri. Po ju dhënja 2-3 shembuj që besoj janë të lehtë për t'u vërtetuar. Asnjë parti tjetër sot në Shqipëri nuk e vë gishtin plag mbi shitjen e pasurive kombëtare si Sazani apo Zvërneci që po jepen, po falen ose po jepen për 2 lekë në mënyrë që Edi Rama të rregullojë marrëdhëniet e tij me administratën amerikane. Ne e kemi ngritur zërin dhe vazhdojmë ta ngrejmë zërin, jemi kundër
shitjes pasurive kombëtare, jemi kundër instrumentalizimit të pasurive kaq të rëndësishme kombëtare dhe të sovranitetit të Republikës së Shqipërisë për hallet e ditës së politikanëve. Si kundër kemi qenë dhe vazhdojmë të jemi kundër kampeve të refugjatëve të ndërtuara nga qeveria italiane në Shqipëri, të cilat cënojnë sovranitetin territorial të Republikës së Shqipërisë. Dua t'ju kujtoj që në ato kampe nuk zbatohet ligji shqiptar dhe mua më vjen keq, por nuk kam dëgjuar ndonjë parti tjetër që të mbajë qendrim për to. Përveç qendrimit për oligarkinë që kemi standard dhe sigurisht ideve tjera si drejtat në punë e një varg tjera politikash, ekonomike dhe sociale që na dallojnë fort prej partive tjera. Për të gjitha këto arsye, Lëvizja Bashk nuk mund t'i bashkohet asnjë lloj koalicioni apo nuk e di si ta bëm emrin që përfshin Partinë Demokratike, pa diskutim që do përfshinte Partinë Socialiste, e gjitha këto parti që kanë keq qeverisur dhe janë bashkëpërgjegjëse, kush më shumë apo kush më pak për gjendjen në cilën ndodhet Shqipëria. Pra, Ermal u bën dy. Zoti Qori ka qenë i qartë të gjitha, dhe Agroni po i qartë tani. Do pyesim edhe... Kam të drejtën e vet, po. Po, diçka... Kam të drejtën e vet, duhet kemi parasysh që nga pikpamja e peshës elektorale, po është ashtu dhe faktor tjerë shoqërisë civile që ne kemi ftuar. I bashkohen nismës, të paktën 95% e opozitës është aty. Nga ana tjetër, unë sinqerisht i uroj shumë sukses edhe Lëvizjes Bashk, edhe Partisë Mundësia në betejën e tyre për rrëzimin e Ramës, e oligarkisë dhe të gjitha tjerave. Ndoshta ja dalin më mirë se sa pjesa tjetër e opozitës. Nuk janë bashkë, nuk është një problem i madh, me thënë vërtetën. Fundja kjo është demokracia. Kanë të drejtën e vet, le ta provojnë edhe ata. Ne kemi nismën tonë, mendojmë që është më efikase kështu, është më e drejtë kështu dhe po përpiqemi të bëjmë punën tonë. Ta dëgjojmë Arlind, faleminderit, do të jemi ndoshta të njëjtën në studio. Të falenderoj. Faleminderit për mundësinë. Atëherë Ermal, të dëgjojmë edhe përfaqësuesin e Lëvizjes Bashkë, sa po dëgjuam Elton Laskën, sekretari i përgjithshëm, Shqipëria bëhet për shkak se kryetari ishte në një obligim dhe unë thira sekretarin e përgjithshëm. Ju na ndoqit komplet, ishit të jeni të studio, jeni këtu afër nesh. Ju si e mendoni tani? Do t'i bashkoheni kësaj nisme së Zotit Asimi apo jo? Faleminderit Zoti Rakipi, unë i dëgjova me vëmendje. Unë do doja të ndalesha tek 2 ose 3 momente. A është e vërtetë që sot jemi përballë të së vërtetës që e ka identifikuar SPAK-u, ku zëvendës kryeministja është kapur duke vjedhur të paktën 53 milionë. A është e vërtetë, them disa fakte, ju lutem. Tani unë ju dëgjova me shumë respekt, nëse keni